gjithmonë ke qenë një njeri që ke kriju zëra ndryshe brenda partisë, por pa arrit atë qëllim që duhej, jo për fajin tënd, për arsye se nuk ka pas zëra që të bashkoheshin zërit tuaj ose ndonjë tjetri që është eliminu, që kjo parti të krijonte një frymë demokratike dhe të krijonte sistem vlerash brenda partisë. Në këto 20 vjet, ky mundimi juaj që Partia Demokratike sot duhet pranojmë ka arë në një gjendje shumë të rëndë. Nuk ka më as vlera, as zëra ndryshe, por ka një bunker të mbyllur aty me Sali Berishën, që do t'i marri Sali Berisha me vete deri në fund. Çfarë mendon se do të bëhet me Partinë Demokratike dhe me opozitën që i duhet patjetër këtij vendi? Sot nuk kemi opozitë de facto. Domethënë kemi, por nuk e kemi të fuqishme. Tani në radhë parë, unë duhet të thojë këtë që Partia Demokratike është shumë vlerë. Është vlerë për ato njerëz të cilët e meritojnë Partinë Demokratike, të cilët vlerësojnë Partinë Demokratike. Dhe po të thuash, ashtu si Shqipëria, e kam përdorur edhe herë tjetër dhe e kam analizuar, duke qenë që edhe ti dhe unë, ti me mas e mua, kemi një moshë, e kemi përjetuar dhe regjimin komunist, edhe i them shpesh herë, ore kjo tokë, kjo Shqipëri, ka shumë sa ka heq nga komunizmi dhe prap nuk u shua dot. Ke parasysh të familje, njerëz, me të vrarë, me të burgosë, me të internume. Ore rënim, ore shkatrim të mbjellave, të tokave, të gjitha, sepse që të kujtohet unë që jam rritur në fshat, ki parasysh që ato nuk erdhi një moment mbas 81-shit kur i morën gjithë baktit, që i hoqën gjithçka, fshatarët edhe pulat i hoqën gjithçka. Do të disin për qumësh, në radhë për qumësh fshatari. Po s'kisha qumësh për asgjë, por edhe për bukën thati do merren atë kohë, nuk kishin drume për të pjek furra bukës. A kupton, dhe i hyn pemëve. Pritet pema? O kriminale. Po diskutojsha me bashkëshortën time, se kemi shku një kështu. Ore më duket Shqipëria i shilume, çka kemi bënë atëherë? Tani, pikërisht pa, tani imagjino tani. Unë, për shembull, mund të ishem Peqin, nga Peqini, katunin përballë ishin gjacat, komunën time, mund ta shikoj robin se hecën ke kodra. Ke kodra. Sepse s'kishte vetëm gruni, kur kanë se gjë tjetër. Kurse sot tani gjithë fshatarët janë për të respektuar, për të falendëruar, kanë punuar aq shumë dhe me këtë më beso, një ndër gjërat e mia që ka bërë Partia Demokratike Qeverisja në 2005-2009 ka qenë subvencionimi për sa përket ullirit, pemëve, arrorëve, gjithë gjëra, dhe po ju them, di çka kam thënë atëherë, unë nuk është, do më falni për modestin, nuk është mburrje, po më kujtohet atëherë ishte Emin Gjana, ministër i bujqësisë, dhe Josefina Topalli, do të bësh mbledhje grup elementar. Edhe unë duke qenë që rrije shumë me njerëz në fshatë, të thoshin orë subvencionimi. Dhe kam ngritur unë si problem për herë të parë në grup elementar. Tani, ke pasur një pjesë e mirë qytetarë fillu me qesh, në grup elementar, me atë gjë. Mbas 3 muajsh për rit vërtetës Berisha atore dashsa se kishte të mendimin. E shpjegova kështu. Dhe duke thonë një shprehje popullore. Ore, ti rrejmë fshatarët. Me 5.000 lekë, sa do japim për një pemë, me kuptimin, për përdor temën, thojza, ajo rrenë, kupton? Sepse rroja ullinit atëherë bëhet 2.000-2.500 lekë me ble. Ja maksimumi 3.000 se varet sipas masisë. Duke dhënë fshatarit një rroj ullit e subvencionon 5.000 lekë, ai hedh 5, 10, 15, 20 pastaj se ngec sprena. Me hokarremin, edhe kjo bëri atë që u mollën nuk mbaronin gjithë. Dhe i thoja gjithë një bujqësisë atëherë. I thoja, dëgjoj, kam mjedhë për shembull 200 rroj, nga 5.000 bie 1 milion lekë. I thoja, bëj 2 milion, radit. Sa i të për të blerë, vazhdo të edhe u shtuan, dhe herën e këtë pikë tani që sot, mbas kaq vitesh, mbas 15-20 vitesh, gjithçka ka ndryshuar.